Ambasadat? Edhe informacionin e ambasadave? Jo. Çfarë? Pra të kontraktuar për disa biznesmen të lidhur, jo këta të dy, që po flasim, janë të certifikuar me certifikat sigurie A1 të NATO-s. Të NATO-s? Të NATO-s, Këta e kishin të certifikat? Nuk di, kam përshtypjen e Ermal Beqiri po. Sepse të posedor sistemet sensitive, digitale, të shtetit tonë, thesari, policia, kjo, gjykatat e tjerë, duhet të jesh patjetër një person i certifikuar me certifikat sigurie. Dhe i kishin marrë A1, NATO, edhe disa biznesmen të tjerë që dalin. Do të thotë që shteti jonë këta i konsideronte tepër të sigurt për të kryer këto lloj punimesh dhe këto lloj instalimesh që kanë bërë dhe mirëmbajtjesh njëkohësisht. Dhe këtu ka një pikpyetje të madhe. Pra, sepse ajo në mënyrë periodike shikohet. Transparenca të dhënat bëhet vetting gjithë kohën. Janë në lupën e institucioneve të inteligjencës së shtetit shqiptar. Nëse cënon diku integriteti, me njerë ndërpritet marrëdhënia. Sepse rrezikohet shumë sistem. Kështu e ka gjithë bota. Pra se kemi vetëm ne. Ne e kemi këtë sepse jemi vendi NATO-s. Dhe i kemi dhënë certifikat këtyre A1 të NATO-s. Për shkak të sistemeve në të cilat ta ndërhyjnë dhe i mirëmbajnë. Nga ana tjetër, kjo dosje ka 3 komponentë. Çështja e parë që është kontratat që lidhet me komponenti ekonomik le të themi, po. Komponenti ekonomik, kontratë pastrim parash. Pra, Spaku pretendon që janë kompani Guack, shtamam ato skemat që njohim ne. Guack që shkarkon këtu dhe pastaj mbledh fitimet në një mënyrë tjetër. Një, e dyta është komponenti rrëmbim, që është shumë i rëndë. Që do ndalemi atje. Në rrëmbim, unë e kam shprehur pak rezervën, sidomos për nëndretorin e policisë Tiranës, sepse i cili është ndaluar, po. Është larguar nga detyra, po, është prezulluar. Ka prova indirekte, ku thuhet, shikoni se sa e thjeshtë është në fabull, që personi i cili merret peng thotë, më ka sjell fjalë dikush, po jo vet ai, që të kem kujdes të ri larg akshit. Dhe këtë dikush nuk e mbaj mend kush është. Dhe këtë dikush unë s'e mbaj mend kush është. E thot Geron Meçe, biznesmeni marrëtaj. Dhe i referohet këtij nëndretorit policisë Tiranë. Ndërkohë, i njëjti drejtor del në një foto që ka qenë në zyrën e Ergys Agasit. Pra ka qenë atje? Po. Tani, ç'është ky që i shkoi në zyrë të gjithë? Në zyrën e Ergys Agasit mund të kenë vajtur shumë vetë. Këtu më lin dyshimi mua se nuk dua të ndërpres. Ç'është ky që i vën në zyrë të gjithë? Gjithë shteti i zyrë të Agasit. Drejtori i policisë ka iniciuar edhe një hetim ndaj me dy referime. Po flas për pasurinë. Për pasurinë, pra kërkon të dinte pasurinë e tij dhe të familjes së Geron Meçes. Dakor. Pra është një sagë e cila mirë. Por ende, po vazhdojnë hetimet, janë hetime shumë të thella. Dhe Geron Meçe ka qenë klient i rregullt i Akshit. Hetuesit kanë përveshur mendet. Po ndryshoi Lori. Sa ka përveshur një sekond. Ose duhet të shkojnë te prova e drejt për drejt. Kush e dha urdhrin, kush përfitoi, kush ishin ata që e morën peng, që del deri diku nëpërmjet targat makina etj. Po jo, do ndalemi atje se targat e makinës kishin lidhje me fisin Çopja pastaj. Spaku është shumë interesuar të di kush janë personat që veshin një lekun e BK-s. Edhe kjo. Është shumë e rëndë kjo. Impersonate thon këta, që të veshësh një lekun e policisë shtetit dhe se na ndodhin dhe ngjarje nga këto kriminalet, në diferencë të tjera. Po tani, dëgjoj, Karamuço, mua në këtë studio më kanë thënë që këta individ kanë krijuar një sistem paralel, pra i kanë marrë këto sisteme, thesari, bugjet, policia shtetit e tjerë, dhe i posedojnë, pra i kanë një sistem paralel. Tani ka rënë siguria kombëtare këtu. Po shkohet drejt provueshmërisë, të drejt për drejt. Jo, se drejta një është indirekte, po sigurisht është indirekte, sepse është hetim para prak dhe ende për një dyshim të arsyeshëm, po jo për provë drejt për drejt. Që të lidhësh të gjithë bashkë këta. Dhe e them këtë me analizë. Ka vetëm një moment për provë. Këto video përgjime flitet për tendrat e ABS-s. ABS-ja është kompania e Geron Meçes. Dhe flitet midis Ergys Agasit dhe në mos gaboj tani zotit po pra. Dhe kjo sipas SPAK është provuar me ndjekjen që është bërë. Unë po them, çështja e rrëmbimit po hetohet sepse ende nuk janë gjetur kush janë autorët. Targa dihet e makinës, po kush janë autorët? E dyta, kush është postieri që i çonte fjalë këtij?
për presionin e policisë. Pra janë disa subjekte ende pa identifikuar. Po keni që ky është momenti shumë i dyshimshëm. Pse u kthye nga rruga ai dhe më lër ta them. Dhe tjetra pasaj është zyra. Pasaj është zyra. A do ketë hetim të thelluar Karamuço dhe për personat e tjerë që kanë qenë në zyrën e Agasit? Po bëhet hetimi i thelluar. Se ju thoni kanë qenë nga kupola policisë shtetit, zyrtar të tjerë. Tani, Që është ky që i vend të gjithë në zyrë, gjithë shtetin në zyrën e Agasit? Ky aparati ka një gjë, ky aparati është me moshën e përmendi Eni, që do të thotë për shkak, siç e përmendi avokati i zotit, ishin 2-3 sot që e përmendën biles nëpër media, po më së shumti ishte avokati i Ergyes Agasit, që tha që për shkak se ti është vjedhur banesa, zyra nuk e di, ky ka vendosur një kamerë. Dhe e ka lidhur me një kompjuter dhe ka një celular në backup për disa prej komunikimeve që ka pasur. Prit. Dhe po nuk ka qenë një kamerë që filmon